Me të thënë drejtën pak jam i befasuar, pavarësisht se është një veprim që është bërë në kuadër të ligjit për dhomat e specializuara dhe në aspektin formal është ligjor, pasi që gjykata ka të drejtë që ta shfrytëzoj afatin e vet 3+2. Mendoj që kjo shtyrje veç sa e thellon edhe më shumë padrejtësinë që është bërë kërëve tu që nga nisja e këtij procesi, padrejtësi e cila është evidentuar edhe nga një trup speciale ndërkombëtare. Konsideroj që gjykata pavarësisht se shtyrjen e ka bërë brenda afateve ligjore dhe është në përputhshmëri me ligjin për dhomat e specializuara, mendoj që nuk do të duhej që pa një arsye ta shtynte këtë afat, pasi që me këtë po zgjatet dhe stërzgjatet paraburgimi ndaj krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Nëse shtyrja është bërë për qëllime ligjërisht të justifikueshme, siç është fakti që gjykata si duan më shumë kohë që t'i analizoj provat, mendoj që është e arsyeshme, por nëse shtyrja ka motivacion ose ka qëllime tjera që lidhen me situatën politike në Kosovë, me faktin që ne me 7 qershor do të kemi zgjedhje, e çështje tjera që janë jashtë objektit të shqyrtimit dhe jashtë relevancës gjyqësore, mendoj që është gabim shumë i madh dhe vetëm sa e thellon edhe më shumë padrejtësinë ndaj krerëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Unë nuk po e them, unë po du me besu që gjykata, në fakt, dhomat e specializuara janë trup profesional dhe ata janë nisur nga përmisa ligjore dhe nga fakti që nuk kanë mundur ta administrojnë plotësisht deri në datën e caktuar dhe të dalin me një vendim përfundimtar, por nëse shtyrja ka motivacion tjetër, unë mendoj që është plotësisht gabim dhe shpërfaq edhe padrejtësi edhe jo profesionalizëm nga ana e gjykatës, pasi gjykata është e thirrur të veprojë vetëm në përputhje me atë që ka në shkresat e lëndës dhe me atë që lidhet në rastin konkret, e jo të veprojë ose të marrë për bazë rrethanat ose ngjarjet që mund të ndodhin jashtë objektit të gjykatës. Ato fare nuk janë relevante.